Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Dugaxhini, mirëmbrëma ju themi për emisionit ton. Mirëmbrëma të dashurit e emisionit ton, edhe sonte si çdo herë me musafir të mirë dhe shumë të dashur. Atëre, para se me fillu bisedën me musafirin ton, që kemi një musafir shumë karakteristik edhe interesant, sonte, gone është mirë t'i falenderojmë ata që na ndihmojnë neve, sponsor ton. Këtu afër meje unë kam logon e shtëpisë më të madhe të mobiljeve Graniti, të cilët janë kujdes për këtë skenë gjigante që ju jeni duke e ndjekur tash sa muj në ekranet e juve. Vazhdojmë me sponsorin ton. Tesero Uno sjell Bertolotto Porte në Kosovë, me koleksionin manic të dyrve të brendshme dhe të jashtme, estetike unike dhe me funksionalitet maksimal. Bertolotto Porte sjell mjeshtrin dhe dizajnin italian në Kosovë, në showroomin Tesero Uno në Prizren. Ju njoftojmë të na bashkoheni në janar në hapjen tonë, ku do të prezantojmë dyert më të reja dhe më cilësore për çdo ambient. Ju faleminderit shumë. Atëherë shikues të nderuar, ndash flasim si në Kosovë, ndash si në Shqipëri, njëjtë e ki, pra sonte vani me grupin e ti. Të dashur mysafir, sonte e kemi një koleg tonin të nderuar, një jaran, një mik me çuj kështu ma mirë. Vani, mirë se erdhe sonte në emisionin U knaqëm të knaq, inshallah ki mu knaq, sikur më ke thonë që je të knaq të e pa emisionin. Mirë se ju gjej. Mi se të gjej dhe ty, Gajna. Nasi, Vani. Moni është kënaqësi që jam i ftuar këtu sonte. Edhe normal që do kënaqemi, të u kënaq, edhe do ta ndjekim deri në fund. Faleminderit. Shikues të nderuar, sonte nuk do të flasim shumë. Atëre, sigurisht që sonte s'kishmi mujt me bo qefin taman, po mos t'i kishim edhe çunat që kanë ardhur sonte. Ju lusni duar trokitje për Runin edhe Heraldin. Faleminderit që keni gjithë kohë me qenë sonte me neve këto. Besoj që kena më kënaq. Mirë se erdhët. Vani, si e? Urdhë. Mirë. A je mirë? Rahat. Kjo ka rëndësi se... Ju i thoni rahat. Ne themi rahat. Qëre me rëndësi është me qenë rahat. Që që thëjmë, së është me rëndësi? Jam rahat. Vani, muzikën a e ke trashëgu nga dikush apo e ke pasion? Unë muzikën e kam, sigurisht e kam të trashëguar, jam i katrin në brez që e këndoj. Ka këndu Stërgjyshi, babai, të lutem. edhe unë. Që kanë qenë këngëtar? Stërgjyshi im ka qenë Baromi. Ju thoni Barom. Barom. Se ne nga Tirana. Po. Gjyshi im Hakiu, babai Nuriu, jam dhe unë Vani, domethënë. Kanë qenë këngëtar apo instrumentalista? Tashi, këngëtar, po, jo, sa ajo ko zguzoshin, kishim pak frik, kishim pak turp, edhe nuk guxoshin aq shumë e qenë këngëtar, po këndonin aq shumë sa... Edhe pak këtu duhet nalemi pak këtu. Nga erdhë kjo thonja turp? Po, sistemi, thëmë, regjimi atëherë. A sistemi, a profesionalizmi, të lutem? Jo, sistemi. Domethënë nuk ka qenë ajo që sikur tash mund miro instrumentit kush don, mund me qenë këngëtar kush don. Kjo jo, kështu jo. Këto do shta me... Po ka qenë sistemi. Që është dash... Frenonte. Po që është dash, po që këngëtar, do t'jesh këngëtar. Po që instrumentalist... Pavarësisht se këto ishin këngëtar, po silente ajo... Prandaj them ai sistemi që ka qenë asaj kohe. Domethënë, trashëgim. Ndërsa babi pasaj e mori guximin edhe doli. U bë këngëtar. E ka bërë në vitin 2000 një album me këngë Shqipërisë mesme. Edhe mbrapa pasaj vazhdoj, po e mbylli, nuk e zgjati më. Ta la rendin ty apo? Sigurisht që dola unë pasaj edhe nuk ka guxu me knuaj mas te. Një doa tërgjitje për... E që mendoj që për babin e Vanit është kënaqësi që Vani veç është tash në këtë pozicion edhe është një artist. Unë e kam përmbush një ëndër, Gajna e kam bërë një klip, një këngë bashkëpunim me babin. Sa mirë. Po e kemi një përkujtesë për kështu e kam. Sigurisht që kur e kanë dëgjuar njerëzit, ma boni kështu si fillon duke mbo skip. Ik vllases ku ishte ky thon. Për Nuriun, për babain. Po Nuriu s'është sa jam lodhun. Kështu që detyrimisht ishte i pa lodh, zëri i pastër.
Ti e kupton tamam që punë. Po. Mirë Vani, projektet e tua, këngët e tua, ndërtohen nga cili material? Shiko, Moni, tashmë dihet, unë u bëra pa frikë një të 10-12 vjetë, që jam bashkangjit, le të themi rrugës, muzikës Shqipërisë Mesme Popullore. Jo se nuk i bëjmë të tjera, bëjmë dhe të tjera. Kemi bën ndër vite edhe pak sa muzikë moderne, balada, por i fokusuar tamam kam qenë të Shqipëria e Mesme. Muzika popullore e Shqipërisë Mesme. Ndihesh më mirë në ato këngë apo? Aty na do, ku diun, shpirti, ku diun si ta shpjegoj, zemra. Se ka i gjë tash se ne në Tiranë, pra tiranësit, ka një gjë që gjithë në shtëpi kënojnë ato. Përfshi burra, femra, gra, çfarë janë. Për shembull në kuzhinë, tu gatu do të këndoj me veten ajo një këngë. Jo se janë këngëtare. Po, këndojnë. Dëshira. Këndojnë. Po, sigurisht kjo është edhe një inspirim i joti ndoshta, kur njesh në këtë mesin e njerëzve që kënojnë si ke qenë familjarët e tu, me gjenerata. Po nga këto e kam unë se ndryshe... Ama po... Nga to dilja unë. Po, Vani, veç ndoshta me të thonë që ke mujt ti me deviju? Po sigurisht një farë kohë kena deviju gjithë. A kupton? Ne devijum edhe nga ment, një farë kohë, jo nga muzika. Jo për nga ment, do të me përru një doktor që po flas për muzikën në këtë rast. Trosh më abeti, devijum valla, sigurisht që devijum, si gjithë. Uroj që balanson senet, po ti më tregon mu se balanson jetën private me ato të muzikës. Jetën private tash qatë mundohemi të jemi edhe familjar, ganja se ti e din këtë punë mësë miri. Mirë, tash ti me nusën tone e keni edhe një gocë. Faleminderit Zotit. Sigurisht që do në të përshëndes për i këtu, të përshëndetësh. Po i përshëndes, i përqafoj nga ekrani, i puth me malë, sidomos vikin e babit. Apo na tregon pro raportin tonë me gocën. Unë e di që është një dhuratë e madhe për Zotit që të ardhë, po... E kam të vogël akoma, 2 vjetë që e gjysë është, po... Ka fillu da ajo në atë fazën që vetëm babi është... Përballë saj babi është. Janë tjerët, nuk është se janë tjerët. Amo gocat janë krejtë kështë Po babi është babi. Në gjithmonë gocat janë për babin ma shumë. Po edhe më kanë gjarë. Po, a? Po, më kanë gjarë. Ju urojmë shëndet. Faleminderit. Rëndësia e familjes tonë në rrugën e muzikës, a është ma më rëndësi familja, a muzika në këtë moment për Vanin? Moni, me thënë drejtë në këtë moment, jam përkushtu pak muzikës. Jo se kam lënë mbrapa familjen, po ashtu edhe kam dhe një plan në të ardhmen. A ke kërgu falje familjes? Sigurisht, tash se nuk i limas dore, ne i po, bëm obligimet e familjes i kryun. Nuse jo të na merri noti tani neve. Jo, janë kryme, s'ka, është e dia. Okej, ti jemi në rregull, të përshëndesim për këto. Po që jam fokusu pak te muzika. Kam marrë përsipër, më qenë se më dole këtu. Kam marrë përsipër një angazhim të madh, por i kthej disa këngë Shqipërisë Mesme që janë shumë të vjetra. Por, si që janë kënu gjatë këtyre viteve, këto 30 vjetë, janë kënu, janë prish pak, janë deformuar. Apo? Janë zvoglu ka pak. Por mos që janë prish fare, kur theti masakru, po ndryshe nga që ka qenë, pra, nga që i kemi parë, i kemi dëgju, kanë fillu, do më thënë, të i punu, duke zbatu atë originalitetin që dun ato. Për shembull, na trego pak diçka më në detoje, për këtë gjë po më intereson shumë. Për shembull, është një këngë e Shqipërisë Mesme, po themi Çon Rosat për Tiranë. Po. Besoj veshju ja kanë gjuhë. Po, si. E din dhe në Kosovë, e din kudo. E kënojmë edhe neve. Po, këto vite aty te Çon Rosat është gatuar edhe çuan pata aty. Është bën një lomsh. Por nuk ka qenë kështu siç ka qenë deri sot. Si ka qenë Vani të lutem. Është ndryshe. Po unë moni se është e gjatë, prandaj po them. Ajo vjen me kismet Zotit kur ti kry, ajo vjen me 5 strofa. 5 strofa, kur kam ardhë për në emision, djemët, u javuar në makinë e dëgjun, nuk i kanë dëgju, as djemët që janë muzikantë nuk i kanë dëgju atë strofa. Që do të thotë, po si kjo, janë dhe të tirat me radhë. Kjo konga, sa është e gjatë kjo konga? Shkon pa frikë 10 minuta. 10 minuta një kongë? Një kongë. E kam dhe një tjetër që është 18 minuta.
Mirë? Më histori akoma. Pra, Për çfarë historie flet që ajo konga? Ajo historia flet e kësaj gjatës, më thu, këngës Po, gjatë. këngës gjatë. Po si ta them unë, dikur ishin burra, Tamam burra. burra me r, Po. po ishin pak për mua, domethënë ndjes. Ishin pak si të rëndë nga mentaliteti. Ma nështë ma të vendosën, po do me thëmë. E kanë qenë sedra, më shumë sedra ndoshta, po. Se sa që duhet. Sa që, pra, kënga në fjalë thuhet që për një dash. Për një dash. Dash. Për një dash, a i tha, mere dashin ma qo te filani, ky sa të qenë vend, si duket e gënjehu, filloj lufta. Ky mori qetën e vetë këtej, ky komshit e vetë, e filloj një luft. E po ta gjesh këngën aty është 18 minuta e gjatë. Fatkeqësisht. Kur unë nisa ta bëja të këngë, e këndova ashtu sipas mënyrës time, e dëgjoj babaj, se ai është i prerë, pas ai të lejon fare, ai po ja prishe një gjë, fjala ai është bërtet. Fillon bërtet, pas siç po thohet ti që parë që. Po, sigurisht. Po, është i lezetshëm ai Nori, unë bo me takuj një herë me te, nuk e di. Po që s'm takove, më ke borç. Kështu që du ta përshëndes Norion prej emisionit tonë këtu. Nori, faleminderit që ke bëni djalë si Vani. Faleminderit Mori. E u dytyrova e kënova prap. Ti vjen prej Tiranës. Tiranë. Okej. Unë e kom një sen që e kom pa të neve, që për neve Shqipëria ka qenë krejt dors. Po, tash nga që kemi afër aty dhe normal mena në durs shkon. Edhe... Po shiko, kemi dhe jugun, në? Po, të lutem. Po pas luftës ka qenë ajo euforia me shku në deti ose me shku në Shqipëri. Edhe krejt Kosovarët 90% kanë shku në dors. Ju qik më shumë se ne, po dhe ne. Kanë met për Kosovën, po flasë, për neve ka met Durrësi, Shqipëri edhe Bregdet. A kish me qenë ma mirë të momente gone na me ndëgju një kongë për Durrësin, për kalon e Durrësit, prej Vanit, bashkë me qunat.
mojo dhe ona anofu se Çupdak koyotsa ona anochi tunde Çupdak koyotsa ona anochi tunde Chava ilala chestu I plase Jetsu mumush zemra lalu se me marase Chava ilala chestu I plase Jetsu mumush zemra oh lalu se me marase Come da hono ilala posko me detra It's muku ituno la lubla küte detra Oh come da hono ilala posko me detra It's muku ituno oh la küte detra Vani, t'lumt goja. Faleminderit. Na knaqe. Faleminderit shumë. Faleminderit Gajnë, faleminderit. Një performancë jashtëzakonshme. Po, sigurisht, ky është emisioni ku na qëmë të knaq. Këta njerëz do t'jenë që t'monë emisionin tonë, që e din këtë punë edhe njohin këtë punë. Me knajsi jo, moni, po nejsi. Vani Gjuzi. Faleminderit që egzistohën jo, vlla, që t'ju themon. Që ekzistojmë na kisha me thonë. Bashkë, Që ekzistojmë, se edhe na pa juve, s'do të mundim ta bënim këtë emision këtë nivel. Po, faleminderit që jeni ju. Faleminderit, Eduard Togidi shkon për shunat nga Tirana sonte. Vani, apo më tregon cilët janë artistat që t'kanë frymëzu për muzikën ty? Shiko, Gajnë, unë nuk kërse kam dëgju apo kam kënu vetëm Shqipërinë e mesme që thash këngë popullore. Sinqerisht unë frymëzohem nga zërat bukur, që janë të bukur, mendoj jo vetëm po kushdo mund të frymëzohet. Po them për shembull një këngëtar italian, Eros Ramazzotti, ku mos ta dëgjosh edhe ku mos frymëzohesh nga ai. Apo Adriano Celentano. Çfarë ty thush, ato janë legjenda. Po kështu. Ne kemi si natyrë që e këndojmë këtë muzikë, në fis, gjithë thash e këndojmë gjithë. Jo më mirë se unë, mundohen. Jo, sigurisht më mirë se ti jo. Se isha thira ta në emision jo ty. A e shef vetën një farë Muslim Lejla I vogël, I ri? Po me thonë drejtën, desha me shku dhe aty, edhe I ndjeri Muslim Lejla. Erdi, sepse është përmetar me origjinë. Erdi në Tiranë dhe I mori të gjitha informacionet dhe I këndoi. Sipas mënyrës vetë, ashtu ishte koha, nuk ishte sot kjo teknologji, kjo arritje. I bëri, I këndoi ashtu si I bëri. Por I këndoi. Po, një gjuhë tjetër. Kështu që ka ndiku dhe mëstymi që... Po, sigurisht që kur I kanë dëgju këto kongë njerëz I tjerë prej Muslim Lejles, prej Hafsa Symberit e prej atyne, të më thonë, ka qenë...
bone gjo rrugës? Makinën? Po s'është në i loja jote asë? Jo, makinën, mësë jelon Makinën? gabimesh dikon. Është ka përcjell në i kush? Po ç'lidhje ka makina? Po, Në imroma. Të shohim çka ka sjell, pra. a ka mësi? Thot, ta lexoj. Po, pa tjetër. Vani thot, sfidë se emisionit ton nuk do t'i shpëtosh as ti thot. As sfidës se emisionit ton nuk do t'i shpëtosh as ti. Duke ditur kapacitetin tënd thot të këndimit, sot do të sfidohesh për të kënduar një këngë patriotike. Na trema, por kjo ishte. Pa marrë se. Tham qa bo më moni. Po rritë dhe ganja serioze. Nuk... Moni. Kjo është sfida e emisionit ton. Pa ti follo, Allah. Follo burse në... Në ngrive. Oh my god. Po kësë t'juga nga veni. Bravo, Moni, bravo. Emocionin e ke ba. A mos pas ka qenë sfida shumë e rëmë për Vanin, se Vani nuk e ka problem. Kjo pjesa komplet me shkun qërëm i lutna. S'ka me prej kur që, kjo kretë komplet. Shau bo, vla. Vani, kjo është sfida e emisionit to nuk knaqëm të knoqëm me keqar dhe po sigur t'ishim të regu, s'kishme qef kjo. S'kishme qef. Vani, faleminderit shumë për këtë atmosferë, sa unë unë u knoqëm të Po sinqerisht ngrim, po qa bo, vla. Po kongë sa doni më si dhe lisën po pak shumë. Une, me sa kom kuptu sfidën, duhet t'a bujmë vetëm me një qifteli. Ma qifteli. Atërë për miro qiftelis, ka mendu ekipa jonë edhe për këtë pjesë, ton inxhinierin mjeshtrin që kemi na çdo emision, Astrit Alimin, unë du t'a përshëndes, e tash do eftojmë Astrit me një qifteli, do të përcjell ty Vani, vetëm me qifteli, ti përzgjedhë një kongë që dhe ndush. Atëre tani në skenën në gjitë edhe maestro me qifteli Astriti. Kështu që Vani, presim sfidën. Unë Astrit do t'a përshëndes shumë nga zemra, Astrit Alimin, një mik përveç muzikant i formum dhe i kompletuar, po edhe një mik i imi, edhe e përshëndes shumë Astrit Alimin. Astrit, faleminderit që jemi neve. E Shqipërin e dua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam kosovar. E Shqipërin e dua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam kosovar. Jeta rjedhe, koha shkelet, mali ndjek për më dene, gjithmonë mali ndoqin ty, e për Kosove, e për Shqipëni, e gjithmonë mali ndoqin ty. O për Kosove, për Shqipëni, Shqipërin e dua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam kosovar. E Shqipërin e dua se jam shqiptar, Kosovën
Kosovar. Ai e Kosovar, ai Shqipërisë. Shqipënis janë, po. Nëse pse thë jam Kosovar, letën e ftimin ama. Po jo, shiko, unë e du shumë Kosovën. Ti e don shumë S'kam Kosovën. letër Tash njoftim, po e du. e bojna një kompromis këtu. Ti më jep unë letën e ftimin e Shqipërisë, unë të jepi ty të Kosovës, edhe bojmë Shqipërinë e madhe. Jo dy letën e ftima. Po, u bo. Okej. E mirë, është e mirë, po. Pe këtu i të bojmë Shqipërinë e madhe. Kjo është Me një letën e ftim. Faleminderit Vani, Gjuzi, Vani. Do shta me të pyet, ku mendon ti që është hapësira estrada e Kosovës ka hapësirë më shumë në Shqipëri, a estrada e Shqipërisë ka më shumë hapësirë në Kosovë? E Kosovës ka më shumë hapësirë në Shqipëri. Unë e mendoj. Arsyen, Po. Arsyeja ndoshta është kjo që jeni të mirë o vëlla, tash çfarë më ju thon. unë e mendoj Jeni që shumë të mirë. unë e mendoj që ne e bëjmë pak për shok këto muhabetin këtë formë se ne jemi ne, si në Kosovë, Ne si në jemi një, Shqipëri. po, një gjë themun, pak në kam rastisna për televizione atje Moni. Televizionet mirëfillta që janë me nivel. Kur bie llafi për këngëtar dhe muzikës të Kosovës, më besoni që ato e ftojnë me zemër. Faleminderit. Para ju them që ju dum, ne aty ju dum. Nuk po them që s'ta doni ju. E a duhet me pas ma Ju shumë? dum. Është arsyeja thash artista vëlla, sepse janë artista. Faleminderit. Kompletum. Okej, veç, a duhet me pas edhe ma shumë duajtë për shembull mes artistave të Shqipërisë edhe të Kosovës? Bashkëpunime, po si jo. Po. Talentat lindin, unë mendoj, edhe gjatë kohës duke u rrit fëmija, e shef që ka talentin. Atëherë skena është për familjen Dushi, Rezorta Krenare dhe Joni Vogël që i ka veç 11 vjetë.
Një performancë shumë e bukur, shumë e jashtëzakonshme. Faleminderit shumë, familja Dushi. Boni, çka thu për këta talenta të ri? Po qa me thonë o gajnë, ka më mirë, kur i shef dhe i gjon këto brezat e rinj, do më thonë, mesazhi më i bukur, për t'u dhënë ky është. Për t'u dhënë këto dhe falë këti emisioni, do më thonë. Faleminderit, Vani. Unë jo pa qëllim po i bëj ato këngët e vjetra dhe po i rikthej. Pra, mesazhi është që të rinia, brezat që vinë, ti dëgjojnë dhe ti këndojnë. Çka është e bukura? Ky është realiteti shqiptar, nuk është e tjerë se... A je lodh, Vani? Jo. Si lodha? Jo, nuk janë. Atëre, masi si Unë lodh... lodhem, ne atje kur kënojmë ndasëm, e fillojmë në orën 9 të darkës e me krymë 5 në gjesit. Për Shqipëri po folë, të dana nuk është ashtu. Në Shqipëri po them. Kështu që ne s'kena fillua, por Ekskluzive për emisionin ton. Dasmat Shqipëri fillojnë në orën 21, mbarojnë 5 mëngjesit. Po. Do me thonë, shkoni me marë nusën e kretë në qëto? Po, i bjen. A i bjen qështu, apo veç kënani? Po që mbarojmë 5 në 6 mesit, në orën 12 filloj dreka, për shumë, ka dhe 2 në ditë. Do me thonë... Mbarojmë drekën 12 me 6 mas ditës, në 8 filloj prapë 9 darka, dhe në 6 mesit, në më thonë. Vani me qunët nga Tirana sonte du me ma qa vendin. S'kena për juve. Të shkretë por si kur mori dhe në game nja shkallova Cime ta i vogël për si vëda Cime ta o të kalala për marshallah Mo të lije, të ka bonona, ku bofsa moj, ta moresha, ka i mo të lije, të ka bonona, tu bofsa moj, ta moresha, cime ta, i vogël për si me da, cime ta, o të kalala për si me da. E i se shirenie të ka ponona tu bofsa moj ta moresha se shirenie të ka ponona tu bofsa moj ta moresha cime ta i vogël për si me da cime ta o të kalala për si me da Faleminderit Vani, faleminderit Heraldo.
Mjeshtër, faleminderit, Roni, ju lumë që ndurë. Merë dhe një mesazh në telefon? A mama më së është prapë si ato Jo, merë dhe se të morim vete një herë. Merë dhe një mesazh prej kolegut tonë të ndëruar Shaqir Cërvadiku. Edhe më thët, a ka mundësi mos me iknu kongët e mija? Beson të këto, po? Nuk e besoj atë. Sepse Shaqir unë e kam mik zemre, një artist si Shaqja, dhe më thënë, shëmbulli për me marrë dhe për me vazhdu për para. Respekt për Unë e përshëndes shumë Shaqën, e përqafoj. E përshëndesim shumë Shaqën. Vani, do shta pak shako, respekt shumë për Shaqën, e kemi edhe na shumë mik. Edhe është një mik i problemit, shumë me plot kuptimin e fjallës edhe i ganës, por do shta me thonë diçka tjetër unë këtu në këto momente, kur e përmenda Shaqën, mës t'i mesim bërç që konga Shqipërinë e duashtë e Shaqës. Më pëlqen shumë Vani në sofrën me Xenin bashkë të lumt, ty edhe mjeshtrit madh Xenit. Këtu ka dosh një duar të vitje për Xenin. Por, ma thuj një gjohë. Me kam mik shpije, mik zemrës. Se ka mik Xenin, të lutem, e ki gabim nëse nuk e ki mik Xenin. Kështu që në rregull jemi. Por, do shta me një pyetje me ta bo, para se me dal të fundi emisionit me një atmosferë që është din ti me bo, morja e kongve prej një kongëtare që ka kënu një kongë, edhe deformimi me kilogram, edhe klikime e mburje, këtë gjohë, si mujna me trajtu? Si ta trajtojmë Pa të? falenderim, as një sekund pse ka morë kongën e dikuj tjetër. Jo, më falenderim, jo. Po të paktën, hajde se po e merë, pa pytë. Po të paktën mos ta prishin deri në atë lloj grade sa s'është më ajo këngë. Unë po mendoj që po mundohen me rregullu. Po t'ja marrim me këngët, pse jo, t'i marrim, t'i këndojmë, shënësi ka kujt është. Po jo t'ja prishim, jo. Por Vani, çka do që të flasim neve këtu, të shkojmë nerva ty që për nashe. Po tash, shefe, s'kena për Vanin. Si baba Ustav bir ustay. Oh, se yana ya. Oh,
cake O kushti puthi Kushti pashe Keni ka puthar Shiku jot Ratosi O ratosi si Shajnë me lota mo E mora vise Erdi vera O më këno në zemra Si gjirkall E nuk të ndroj me Vasa tjera O në pas të jetë O në mas të jetë Se hek se vetan Se zbes Ajde si be Ilaje kryt si rosa Ilaje kryt si rosa O sa bukur e kërcen e goca Sa bukur e kërcen e goca Ilaje kryt si pëllomi Ilaje kryt si pëllomi O sa bukur e kërcen suni Sa bukur e kërcen suni O pasibe U knashëm, u knashëm Laje kryt si rika O sa bukur e kërcen e qika Sa bukur e kërcen qika O laje kryt si pëllomi Laje kryt si pëllomi O sa bukur e kërcen e qoni Sa bukur e kërcen qoni Opa Mi je për njeru i se pëllasa Se më do qi papa Se më do qi papa Më koce Jep kurse se pëllasa Mi je për njeru i se pëllasa Se më do qi papa Se më do qi papa Më koce Jep kurse se pëllasa Amon por si rusi O më rikam o koca ki pusi Sinisi amon por si rusi Vje për një ruj se më lasa Se më do qi papa Se më do qi papa më i goce Vjem kurse si më lasa Vje për një ruj se më lasa Se më do qi papa Se më do qi papa më i goce
si penasa. U kënaqëm, tu kënaqëm. Rika goca ke avlia dhe për dhe o qira sovia. O Marika o goca ke avlia dhe për dhe o qira sovia. Të jepë njeruj se pëlasa se më do gjivapa, se më do gjivapa më i goce jep kushë se pëlasa. Të jepë njeruj se pëlasa se me dođi baba, se me dođi baba, moj goce, jer kušu si penasa. Hajde, Toni! Na vjen keq që e nalëm, por për sonë të notën e mirë, shifemi javën tjetër, faleminderit shumë, faleminderit. Miru pafshim, miru pafshim. Faleminderit, u kënaqëm, tu kënaq. Mami reshuj, kur gjë më së më thuj shuj, se u kënaqëm tu kënaq, na u kënaqëm tu kënaq. Mami reshuj, kur gjë më së më thuj shuj, se u kënaqëm tu